Zonja dhe zotrin, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Pamjet e kamerave të sigurisë në shtetin amerikan të Maine tregojnë momentin kur agjentë të dyshuar të ICE rrethojnë një makinë dhe nxjerrin prej saj një person të pajetë. Sipas aktivistëve për të drejtat e emigrantëve, viktima ishte një 26 vjeçar kolumbian me leje pune në Shtetet e Bashkuara. Pamjet e siguruara nga kamerat e sigurisë në qytetin Biddeford në shtetin amerikan të Maine hedhin dritë mbi një operacion të autoriteteve të emigracionit që përfundoi me vdekjen e një të riu kolumbian. Videot, të marrë nga biznese pranë vendngjarjes, tregojnë një makinë të bardhë që lëviz disa herë në një kryqëzim, ndërsa dy persona përpiqen të ndalojnë. Pak qaste më vonë, një automjet sportiv i bardhë përplaset me makinën, ndërsa disa persona që besohet se janë agjentë të Shërbimit Amerikan të Emigracionit dhe Doganave, ose ICE, e rrethojnë automjetin. Në pamje, shihet njëri prej tyre duke drejtuar një armë drejt drejtuesit të mjetit, ndërsa më pas personi nxirret pa ndjenja dhe shtrihet në rrugë. Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare konfirmoi se një agent i ICE përdori armën e zjarrit gjatë operacionit, duke argumentuar se veprimi u ndërmor për arsye të sigurisë publike. Sipas autoriteteve, agentët po përpiqeshin të ndalonin një automjet gjatë një operacioni vëzhgimi në adresën e fundit të njohur të një emigranti pa dokumente. Në vendngjarje mbërritën edhe policia lokale e Biddefordit dhe agent të Byros Federale të Hetimit, FBI. Nga ana tjetër, organizatat që mbrojnë të drejtat e emigrantëve deklarojnë se viktima ishte një shtetas kolumbian 26 vjeçar, i cili kishte leje të vlefshme pune në Shtetet e Bashkuara. Sipas të dhënave të publikuara, kjo është të paktën viktima e 7 që humbi jetën nga të shtënat gjatë operacioneve të zbatimit të ligjeve të emigracionit, që prej rikthimit të Donald Trump në presidencë në janar të vitit 2025 dhe nisjes së fushatës për deportime masive. Rasti pritet të rrisë debatin mbi përdorimin e forcës nga agentët federal gjatë operacioneve të emigracionit, ndërsa hetimet për rrethanat e plota të ngjarjes janë ende në vazhdim. Lëvizja Houthi e Yemenit ka lëshuar raketa dhe dron drejt Arabisë Saudite, duke i cilësuar si hakmarrje sulmet ajrore ndaj aeroportit të Sanas. Sulmi shënon thyrjen e armëpushimit jo zyrtar, që kishte mbajtur të qetë konfliktin mes palëve, që nga viti 2022. Tensionet në linjën e mesme janë përshkallëzuar sërish, pasi lëvizja Houthi në Yemen ka sulmuar Arabinë Saudite me raketa balistike dhe dron, duke i dhënë fund armëpushimit jo zyrtar që kishte zgjatur rreth 4 vjet. Përshkallëzimi vjen pasi aeroporti ndërkombëtar i Sanas, i kontrolluar nga Houthit, u godit nga sulma ajrore. Lëvizja, e mbështetur nga Irani, akuzon drejt për drejt Arabinë Saudite për bombardimin, duke e cilësuar atë si një agresion të hapur. Zëdhënësi ushtarak i Houthive, Yahya Sari, deklaroi se grupi reagoi menjëherë duke goditur aeroportin ndërkombëtar të Abbas në Arabinë Saudite. Sipas tij, sulmi u krye me disa raketa balistike dhe dron dhe arriti objektivat e planifikuara. Nga ana tjetër, koalicioni ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi se raketat e lëshuara nga Houthit u interceptuan nga sistemet e mbrojtjes ajrore dhe nuk shkaktuan dëme. Ndërkohë, përgjegjësinë për bombardimin e aeroportit të Sanas e mori qeveria e njohur ndërkombëtarisht e Yemenit, e cila mbështetet nga Riadi. Ministria e Mbrojtjes e kësaj qeverie deklaroi se operacioni kishte si synim të pengonte uljen e një avioni iranian, i cili sipas saj po shkelte sovranitetin e Yemenit. Më vonë, ushtria njoftoi se avioni kishte devijuar dhe kishte zbritur në aeroportin e Hodeihatut, i cili kontrollohet nga Houthit. Pamjet të publikuar nga televizioni Al Masira, i afërt me Houthit, duket se tregojnë uljen e një avioni të kompanisë iraniane Mahan Air. Megjithatë, autenticiteti i pamjeve nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur. Sulmet e fundit rrisin frikën për një rikthim të konfliktit të hapur mes Arabisë Saudite dhe Houthive, me pasojë që mund të ndikojnë në sigurinë e gjithë rajonit të lindjes së mesme. Një zjarr i fuqishëm pranë Parisit detyroi evakuimin e banorëve dhe dogji mbi 8 km2 sipërfaqe. Banorët e rikthyer në shtëpitë e tyre tregojnë momente dramatike, ndërsa autoritetet franceze vijojnë betejën me flakët. Banorët e një fshati në jug të Parisit janë rikthyer për të parë dëmet e shkaktuara nga një zjarr i madh që përfshiu zonën gjatë natës. Flakët, të favorizuara nga erat e nxehta, përpinë mbi 8 km2 sipërfaqe, duke detyruar autoritetet të urdhërojnë evakuimin e menjëhershëm të banorëve. Një prej tyre rrëfen se zjarri u përhap me shpejtësi të frikshme. Një tjetër banor tregon se askush nuk e priste një situatë të tillë.
Sipas autoriteteve franceze, zjarri shpërtheu pranë autostradës A6 në zonën Fontainebleau, e njohur për pallatin historik mbretëror, një nga monumentet më të famshme të Francës. Për shkak të flakëve, autostrada që lidh Parisin me Lyonin dhe jugun e vendit u mbyll përkohësisht, ndërsa disa vatra të tjera zjarri ndërpren edhe qarkullimin e trenave të shpejtësisë së lartë. Shërbimi zjarrfikës francez ka bërë të ditur se operacioni për shuarin e zjarrit vazhdon edhe gjatë ditës së hënë. Autoritetet kanë paralajmëruar banorët se avionët zjarrfikës kanader do të furnizohen me ujë nga lumi Sena, që përshkon qendrën e Parisit, në përpjekje për të vënë nën kontroll flakët dhe për të shmangur përhapjen e tyre në zonat të tjera të banuara. Presidentja e Meksikës, Claudia Sheinbaum, ka njoftuar se do të ngrejë padi penale në Shtetet e Bashkuara pas vdekjes së 16 shtetësve meksikanë gjatë ndalimit ose operacioneve të migracionit. Vendimi vjen pas vrasjes së Lorenzo Salgado Araujo në Houston, ngjarje që ka shkaktuar protesta dhe tensione mes dy vendeve. Tensionet mes Meksikës dhe Shteteve të Bashkuara janë përshkallëzuar, pasi presidentja meksikane Claudia Sheinbaum ka njoftuar se qeveria e saj do të paraqesë padi penale në SBA për vdekjen e 17 shtetasve meksikan gjatë ndalimit ose operacioneve të autoriteteve amerikane të emigracionit. Në një deklaratë të fortë, Sheinbaum tha se Ministria e Jashtme e Meksikës do t'i drejtohet Departamentit Amerikan të Drejtësisë dhe prokurorive shtetërore, duke kërkuar hetime për raste që sipas saj nuk mund të mbeten pa përgjegjësi. Presidentja ju referua veçanërisht të rastit më të fundit, atë të 52 vjeçarit Lorenzo Salgado Araujo, i cili u qellua për vdekje nga një agent i Shërbimit Amerikan të Emigracionit dhe Doganave, ose ICE, në Houston. Sipas Sheinbaum, ai ishte praktikisht i ekzekutuar, ndërsa theksoi se Meksika do të mbrojë çdo qytetar të saj, sidomos ata që, siç u shpreh ajo, i vetmi faj që kanë është se punojnë ndershmërisht në Shtetet e Bashkuara. Qeveria meksikane bën të ditur se 14 shtetas kanë humbur jetën gjatë ndalimit në qendrat e ICE, ndërsa 3 të tjerë janë vrarë gjatë operacioneve të arrestimit. Vrasja e Salgado Araujo ka shkaktuar protesta në Houston dhe e çon në të paktën 6 numrin e personave të vrarë me armë zjarri gjatë operacioneve të emigracionit që për rikthimit të Donald Trump në presidencë në janar të vitit 2025 dhe nisjes së fushatës për deportime masive. Nga ana tjetër, Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare ka hedhur poshtë akuzat, duke deklaruar se nuk ka pasur rritje të numrit të vdekjeve të personave në ndalim gjatë administratës Trump. Autoritetet amerikane theksojnë se të gjithë të ndaluarit trajtohen sipas procedurave ligjore, marrin kujdes mjekësor, ushqim dhe ujë, si edhe kanë mundësi të komunikojnë me familjarët dhe avokatët e tyre. Ndërkohë, Departamenti Amerikan i Drejtësisë nuk ka dhënë ende një reagim zyrtar lidhur me njoftimin e qeverisë meksikane. Të paktën 27 persona humbën jetën dhe 10 të tjerë u plagosën pasi një zjarr i fuqishëm përfshiu një lokal natën në Bangkok. Autoritetet po hetojnë nëse daljet e emergjencës ishin të bllokuara, ndërsa të mbijetuarit përshkruajnë skena të tmerrshme gjatë përpjekjeve për t'u arratisur. Një nga tragjeditë më të rënda të viteve të fundit ka goditur Tajlandën. Të paktën 27 persona humbën jetën dhe 10 të tjerë mbeten të plagosur pasi një zjarr i fuqishëm shpërtheu në një lokal nate në Bangkok pak para mesnatës. Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë momentin kur flakët përfshin brenda pak sekondash godinën, ndërsa klientët vrapojnë të tmerruar për të shpëtuar. Në video shihen edhe persona që përpiqen të shuajnë flakët nga trupat e viktimave. Sipas autoriteteve tajlandeze, dyshohet se zjarri është shkaktuar nga një shkurtim elektrik në sistemin e kondicionimit të vendosur në tavan. Megjithatë, policia po heton edhe mundësinë e negligjencës, pasi ka dyshime se daljet e emergjencës ishin të bllokuara, duke u bërë pothuajse të pamundur njerëzve largimin nga lokali. Një mbijetuar tregoi se 2 nga miqtë e saj humbën jetën, ndërsa 2 të tjerë shpëtuan vetëm sepse kishin dalë jashtë pak çaste më parë për të pirë cigare. Ajo rrëfen se gjithçka ndodhi brenda pak sekondash. Ekspertët e mjekësisë ligjore shpjegojnë se shumica e viktimave nuk humbën jetën nga djegjet, por nga asfiksia. Brenda lokalit kishte materiale izoluese me shkum, të cilat gjatë djegjes mund të kenë çliruar gazra shumë toksik, duke bërë që njerëzit të humbin jetën në pak minuta. Ndërkohë, ekipet e shpëtimit kontrolluan me elektrik çdo cep të lokalit në kërkim të mbijetuarve, ndërsa jashtë 10 familjar prisin me ankth lajme për të afërmit e tyre. Një punonjës 24 vjeçari lokalit tregoi se u përpoq disa herë të hynte mes flakëve për të shpëtuar vëllain e tij, por tymi i dendur dhe temperatura e lartë e bën të pamundur çdo përpjekje. Hetimet për shkaqet e plota të tragjedisë vazhdojnë.
ndërsa zjarri konsiderohet një nga katastrofat më të rënda në ambiente publike në historinë e fundit të Tajlandës. Qindra protestues marshuan në qytetin Umzim Kulu të Afrikës së Jugut, duke kërkuar largimin e shtetasve të huaj nga vendi. Demonstrata vjen në një kohë tensionesh të rritura ku disa banorë akuzojnë emigrantët për krimin dhe papunësinë, akuza që kundërshtohen nga organizatat e emigrantëve. Tensionet për emigracionin janë rikthyer në Afrikën e Jugut, ku protestues kundër emigrantëve dolën në rrugët e qytetit Umzim Kulu në provincën KwaZulu-Natal, duke kërkuar që shtetasit e huaj të largohen nga vendi. Me pakarta dhe thirrje publike, protestuesit thanë se qeveria duhet të marrë masa ndaj emigracionit të paligjshëm dhe paralajmëruan se do të vazhdojnë protestat nëse kërkesat e tyre nuk merren parasysh. Udhëheqësi i marshimit, Mthokozizi Gumede, deklaroi se çështja e emigracionit do të ndikojë edhe në qëndrimin e tyre politik. Një tjetër protestuese, Nomandla Ndlovu, theksoi se protesta sipas saj nuk ishte kundër individëve, por një kërkesë që emigrantët të kthehen në vendet e tyre. Ne nuk po luftojmë me ta dhe nuk i urrejmë. Ne i duam, por ata duhet të mësojnë nga mënyra se si ne mbrojmë vendin ton dhe të kthehen në vendet e tyre, u shpreh ajo. Kjo është protesta e fundit në një seri demonstratash kundër emigracionit në Afrikën e Jugut, një vend që përballet prej vitesh me debate të forta për ndikimin e emigrantëve në ekonomi dhe shërbimet publike. Disa banor vendas pretendojnë se emigrantët kontribuojnë në rritjen e kriminalitetit, papunësisë dhe presionit mbi sistemin shëndetësor e shërbimeve sociale. Por organizatat e emigrantëve dhe grupet për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit i kundërshtojnë këto akuza, duke argumentuar se emigrantët shpesh fajsohen padrejtisht për problemet sociale dhe ekonomike të vendit. Ndërkohë, autoritetet përballen me sfidën e ruajtjes së rendit publik dhe menaxhimit të një debati gjithnjë e më të ndjeshëm mbi emigracionin në Afrikën e Jugut. Një val rekord e të nxehtit që përfshiu Europën në fund të qershorit shkaktoi mbi 10.000 vdekje të tepërta, kryesisht të personat mbi 65 vjeç. Shkencëtarët paralajmërojnë se temperaturat ekstreme do të ishin pothuajse të pamundura pa ndikimin e ndryshimeve klimatike të shkaktuara nga njeriu. Një val ekstreme e të nxehtit që goditi Europën perëndimore në fund të muajit qershor ka shkaktuar një bilanc tragjik. Sipas të dhënave zyrtare, më shumë se 10.000 persona kanë humbur jetën mbi nivelin normal të pritshëm gjatë javës së temperaturave rekord. Të dhënat janë publikuar nga rrjeti Euromomo, një sistem monitorimi i mbështetur nga Qendra Europiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë. Shumica e viktimave ishin persona mbi moshën 65 vjeç, grupi më i rrezikuar nga temperaturat ekstreme. Vala e të nxehtit përfshiu disa vende europiane nga 22 deri më 28 qershor, duke thyer rekorde temperaturash në Francë, Spanjë dhe Britaninë e Madhe. Ajo solli ndërprerje të energjisë elektrike, mbyllje shkollash dhe presion të madh mbi sistemet shëndetësore. Në një spital në Drë, në perëndim të Parisit, stafi mjekësor u detyrua të përdorte zgjidhje të improvisuara për të mbrojtur pacientët nga temperaturat e larta. Spitali ka porositur gjithashtu 150 kondicioner portativ për të përballur me valet e ardhshme të nxehtësisë. Shkencëtarët thonë se temperaturat e regjistruara gjatë kësaj periudhe do të ishin praktikisht të pamundura pa ndikimin e ndryshimeve klimatike të shkaktuara nga aktiviteti njerëzor. Sipas Organizatës Botërore Meteorologjike, emetimet e gazave serë, kryesisht nga djegja e qymyrit, naftës dhe gazit, kanë rritur temperaturën mesatare të planetit me rreth 1.4 gradë Celsius, krahasuar me periudhën para industrializimit. Ekspertët paralajmërojnë se kjo rritje e temperaturës krijon valë më të shpeshta dhe më intensive të nxehtit, duke shtuar rreziqet për njerëzit, ekosistemet dhe infrastrukturën në të gjithë Europën. Kriza energjetike në Kubë ka lënë shumë banor të Havanës pa energji elektrike për orë të tëra, duke i detyruar të përshtaten me jetën në errësirë. Sistemi i vjetëruar elektrik dhe mungesa e karburantit kanë shkaktuar kolapse të përsëritura në të gjithë ishullin. Në Havanë, errësira është kthyer në një realitet të përditshëm për mijëra banor. 6 muaj pas bllokadës së naftës të vendosur nga Shtetet e Bashkuara ndaj Kubës, sistemi energjetik i ishullit po përballet me një krizë të thellë, ndërsa infrastruktura e vjetëruar nuk arrin të përballojë mungesën e karburantit. Në shumë prej ndërtesave të vjetra të banimit, të njohura si solares, familjet përballen rregullisht me ndërprerjet e gjata të energjisë elektrike. Frank Alfonso, një banor i Havanës, ngjitet pothuajse çdo natë në çatinë e ndërtesës së tij për të fjetur, në përpjekje për të shpëtuar vapës mbytëse gjatë fikjeve të dritave. Situata që po kalojmë është stresuese për të gjithë.
Për mua, të paktën, kjo tarrac më ka ndihmuar disi, edhe pse është vetëm çatia e korridorit, thot ai. Rrjeti kombëtar elektrik i Kubës ka pasur disa kolapse gjatë këtij viti, ndërsa centralet e vjetra dhe mungesa e karburantit kanë vështirësuar furnizimin normal me energji. Në këto kushte, shumë familje përpiqen të mbijetojnë me zgjidhje alternative. Talia Castillo kujdeset për foshin e saj 3 muajshe vetëm me ndihmën e një ventilatori të vogël me bateri të rikarikueshme. Ajo thot se shpesh familjet kanë energji vetëm për disa orë në ditë, ose ndonjëherë vetëm për pak minuta. Ne mbijetojmë fal familjarëve që jetojnë jashtë vendit. Gjyqa ime na dërgoi një bateri portative që të ruajmë ushqimet, sepse kemi 2 fëmijë. Por nuk mund të jetojmë vetëm nga ndihma e të afërme jashtë Kubës, shprehet ajo. Pavarësisht mungesës së energjisë, banorët përpiqen të ruajnë normalitetin. Të shtunën në mbrëmje, disa prej tyre u mblodhen në rrugë për të parë një ndeshje futbolli në një televizor të lidhur me një gjenerator. Juan Pablo Plat tregoi se fqinjet e kthyen një moment të vështirë në një takim komunitar. Ndërsa kriza vazhdon, shumë kubanë përballen çdo ditë me një pyetje të thjeshtë, por të vështirë. Si të jetojnë pa drita? Presidenti amerikan Donald Trump ka kërkuar që vendet e gjirit të rimbursojnë Shtetet e Bashkuara për mbrojtjen e ngushticës strategjike të Hormuzit dhe sigurinë rajonale. Deklarata vjen në një kohë tensionesh të larta me Iranin, ndërsa Trump thotë se një marrëveshje diplomatike ende është e mundur. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërkuar që aleatët e Shteteve të Bashkuara në gjirin persik të paguajnë për mbrojtjen ushtarake që Washingtoni ofron në rajon. Në një deklaratë nga Shtëpia e Bardhë, Trump tha se vendet e pasura të gjirit duhet të rimbursojnë SBA-n për shpenzimet që lidhen në mbrojtjen e ngushticës së Hormuzit dhe sigurinë rajonale. Ne do të rimbursohemi për mbrojtjen që ofrojmë, deklaroi Trump, duke përmendur Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katarin, Bahreinin dhe Kuvajtin, si vende që përfitojnë nga pania amerikane. Presidenti amerikan argumentoi se Shtetet e Bashkuara po shpenzojnë burime të konsiderueshme për të mbrojtur një nga zonat më të rëndësishme energjetike në botë. Ai tha se SBA-ja nuk varet nga nafta e rajonit për furnizimin e saj, por se ndërhyrja amerikane lidhet me mbrojtjen e aleatëve, përfshirë vendet e gjirit dhe Izraelin. Trump deklaroi gjithashtu se forcat amerikane po godasin objektivat e lidhura me ngushticën strategjike të Hormuzit dhe se Washingtoni po rikthen një blokadë ndaj Iranit. Ngushtica e Hormuzit është një nga rrugët më të rëndësishme të transportit të naftës në botë dhe çdo përshkallëzim në këtë zonë mund të ndikojë në tregjet globale të energjisë. Pavarësisht retorikës së ashpër dhe masave të reja ndaj Iranit, Trump tha se një marrëveshje diplomatike mbetet ende e mundur. Po mendoj se një marrëveshje është e mundur. U shpreh presidenti amerikan, pa dhënë detaje se çfarë forme mund të marrë një zgjidhje e tillë. Deklaratat e tij pritet të shkaktojnë reagime nga vendet e gjirit, të cilat prej vitesh mbështeten te partneriteti i sigurisë me Shtetet e Bashkuara, por gjithashtu përpiqen të ruajnë ekuilibra diplomatike në rajon. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.